Tirana është një nga qytetet që mua më ka bërë më tepër përshtypje se sa shumë është e përhapur në moshat e vogla. Se kam pa 18 vjeçare me botox edhe me gjoksin e bërë me buzën, më thonë është diçka që s'ka logjik. Tani çik në sistemin e ekonomisë shqiptare, me sa kam vënë re unë, që ka shumë varfëri, gocat në atë mënyrë kanë gjetur një mënyrë që të dalin nga varfëria. Të gjenë atë lekun e shpejt. Nuk mendoj është mënyra më e mirë, sepse po humbin vlerat e tyre, se ke goca që kanë studiuar për diku rrugës mbasen rrugën edhe preferojnë të bëjnë një punë tjetër, më kupton? Kështu që normalisht një gocë e cila nuk ka perspektivë sepse ky shtet nuk ka perspektiva. Është një shtet që nuk të mbështet rinin, sidomos nuk e bën. Jo. Atë po vjen në një vit e pak që kam këtu. Okay? Normalisht tjetër nga halli dëgjoj mënyra që të bëj një farleku. Ne gocat mirë keq kanë gjetë këtë mënyrë. Është një nga pikat, ose s'mund të them të gjitha njësoj. Ka të tjera që normal kanë me veten e tyre probleme dhe ato e bëjnë sepse ti mund të kesh një problem shumë të madh estetik, i cili mirë keq bukuria në botën moderne edhe dikur hap shumë dyre se një të silli pasaporte, që nuk mund t'i vej faj një personi të tillë. Por i vej faj atyre qendrave estetike, të cilat para se një person të shkojë, ti shpjegojnë që shqipe, kjo gjë që ti po bën është diçka që nuk është tani momentane, po flas për botox. Është diçka që do të shoqëroj ty gjithë jetën. Fëmijë që ka të nën, ai fëmijë që do bëj do ndjekë edhe rrugën që ka bën nëna, se unë shumë veten time nuk ndjen mirë. Domethënë kemi humbur atë respektimin ndaj vetes, sepse themi jo, unë respektoj veten time duke e shpërfituar veten. Pse është ashtu? Pranoje veten siç ke. Tani shef faqet gjitha njësoj, syt njësoj, vetullat njësoj, buzët njësoj, edhe mashkulli normalisht, nuk është se ka shumë për të zgjedhur, edhe çdo që zgjedhë